Çfarë arritëm me këtë projekt? Po bëj një përmbledhje të shkurtër për ju treguar se çfarë kemi arritur me projektin Go 2.0 për ta kuptuar se çfarë challenge-i ka qenë, sa mirë e kemi arritur si challenge, dhe për t'ju treguar disa cilësi që i kam pasur në këtë challenge. Atëherë fillimisht çfarë kemi arritur me këtë projekt. Fillimisht kemi arritur të bëjmë një shumë prej $5.300, që është bruto, dhe neto, po bëj një llogaritë shkurtër, $5.300 shumë gëzim për 0.8, $4.250 për afërsisht. Pra, pas 80% profit split, kemi bërë $4.250 neto. Si që dini, këtë lloj shume e kemi bërë vetëm në 2 cikle tregtimi. Pra, kjo shumë është bërë vetëm në 2 cikle tregtimi, 2 javorshë, çka i bie një muaj. Pra, sepse ne nuk është se kemi punuar një muaj, ose nuk është se kemi tregtuar një muaj. Ne kemi tregtuar vetëm 2 ditë. Pra, ne në vetëm 2 ditë kemi bërë këtë profit. Kemi bërë një ditë tregtimi në ciklin e parë që bëm $3.200 dhe një ditë tregtimi në ciklin e dytë që bëm $2.100. Pra, kemi arritur të nxjerrim një shumë $4.250, e cila është një shumë që në Shqipëri nuk bëhet fjalë të merret nga asnjë lloj pune, si shtetërore, si private, le të themi, as programues, asgjë. Dhe është një rrogë e cila merret vetëm jashtë shtetit në ndonjë punë që është punë e lartë, si të themi. Është rrogë zvicre, me pak fjalë. Kështu që edhe dikush që i merr ato duhet të punoj një muaj. Pra, duhet të punoj një muaj, duhet të punoj çdo ditë të muajit. Ne kemi punuar vetëm 2 ditë që të bëjmë këtë lloj profiti. Ajo çka vlen të përmendet tjetër është që kemi bërë $4.250 neto vetëm me 3 tregti. Pra, nuk është se kemi vendosur shumë tregti që të kapnim këtë lloj profiti. Thjesht kemi tregtuar vetëm 3 tregti. Pra, me 3 tregti kemi arritur të bëjmë këtë shumë lekësh dhe kemi pasur një win ratio prej 100%. Do me thënë, ajo çka e bën këtë projekt të veçantë është që ne kemi kapur një rrogë zvicre, si të themi, vetëm me 2 ditë punë, 2 ditë tregtimi, me 3 tregti të vendosura dhe win ratio 100%. Dhe në mendimin tim, më perfekte se kaq nuk kish ku të shkonte si challenge. Kështu që këto kemi arritur ne me këtë projekt. Në videon e radhës do ju shpjegoj price action dhe si të përdorim price action për
të forcuar analizat tona teknike.